Nga tapeti i kuq tek surprizat në backstage, festivali i Pranverës erdhi në përmasat e një spektakli madhështor me të gjitha elementet artistik të tij. Radio Televizioni Shqiptar solli ndjesi prej nostalgjisë, kujtimeve, por edhe bashkëkohësi muzikore për 2 net me radhë. Përjetimi u ndjej nga publiku i shumë që mbushi sallën e Teatrit Operas dhe Baletit, ndërsa kaluan mbi tapetin e kuq, rrethuar me fllat pranveror në një dekor plot ngjyra. Ideja e drejtoreshës së përgjithshme të Radio Televizionit Shqiptar Eni Vasili për ta rikthyer pas 20 vitesh këtë festival të këtyre përmasave u përqafua nga të gjithë. Festivali i Pranverës, edhe pse fjetë 23 vite, në dijenin time shumë autor, kantautor, vetë maestrot Kaçenari dhe Saraçi në vite kanë kërkuar që ai të rikthehet. Vendimi për ta bërë këtë gjë është marrë bashkë me ta, ishte një ide ime sigurisht, po është marrë bashkë me ta u treguan shumë entuziast, por sigurisht që atëherë kam pasur shumë përgjegjësi se jemi duke rikthyer jo vetëm nostalgjin, patjetër, por jemi duke krijuar dhe një mundësi të re për talentet, për kulturën. Është një investim i ri tek talentet e reja. Jam shumë e lumtur për si ka vajtur gjithë faza përgatitore edhe sigurisht finalja. A është një fillim i mbar gjysma e punës për ta nisur dhe për ta vijuar, le të themi, këtë rrugtim edhe në të ardhmen? Sigurisht presoj që kjo nisje të mos jetë një fillim për 2 net, të paktën në vizionin tim nuk është kështu. Festivali Pranverës është në epokën e tij të tretë, ta quajmë kështu, përpara viteve 90, pas viteve 90 dhe tani në këtë rikthim, dhe të mos mbaroj më, të jetë përgjithmonë. Rikthim edhe për artistët që u takuan me festivalin e Pranverës vite më parë, ndërsa kësaj here u ngjitën në skenë si të ftuar special. Ka qenë një urlise shumë dominante për festivalin e fund vitit, përgëzoj Radio Televizionin Shqiptar, gjithë stafin që mori përsipër këtë iniciativë. Ka pasur shumë dimensione festivali Pranverës. Nëse ne mund ta zhvillojmë nga pak vit për vit, është një mrekulli me këto kushtet që janë sot. Publiku i të gjitha grup moshave dhanë përshtypjet e tyre për këtë event muzikor, që Radio Televizioni Shqiptar të i çojë në çdo familje shqiptare. Impresionet ishin shumë të mira, këngëtarët ishin shumë të mirë. Surprizues, pranveror, energji shumë e mirë. Është një klasi bile, prandaj vime i shohim edhe të kalumen ton, edhe perinin. Më plotson një hapësirë, një boshllok që do duhet ta kisha në memorien time. Shumë excited që të jem pjesë e saj, është hera ime e parë këtu. Në moderimin e Migena Krajës dhe Andri Gjaut në RTS2, artistët pjesëmarrës ndalën emocionet, pritshmëritë e historitë e tyre personale, por magjia nuk u ndal vetëm në tapetin e kuq. Një hap larg skenës, Andri Gjaut dhe Antoneta Koçi sollën për publikun emocionet e backstage-it, duke e rikthyer prapa skenën në një dritare të veçantë të asaj që ndodh përtej perdes së spektaklit. Festivali i Pranverës hapi një tjetër kapitull në këtë rrugtim të ri të tij.